Vetëm problematikat për ekipet ndikohet aq negativisht sa edhe opinioni publik ndikohet direkt automatikisht tek mendimet që përcillen gjatë gjithë kohës në panele etj. Si rasti konkret që po flet tani për Tiranën, pavarësisht një situate të ndërlikuar që mund të ketë Tirana aktualisht, duke e sforcuar dhe thënë gjatë gjithë kohës problematikat e Tiranës, është ulur në një farë niveli si ekip që ne duhet jemi këtu ata cilët pavarësisht problematikave të japin pak edhe ato opinionet edhe vlerat e ekipeve, se për këtë duhet të ecim se po flasim gjatë gjithë kohës për skuadra shumë është një këndvështrim, po e di kur është ky këndvështrim. Kur kanë filluar të vinë në emisionet e zotit Sulçe, në emisionet sportive, kanë bërë kompromis me veten, një kompromis me Sulçe. Mua nuk më intereson fare se kush preket dhe sa emocionohet. Unë mendoj se i bëj më mirë futbollit duke i thënë të vërtetat. Absolutisht, syri kritik është shumë i rëndësishëm. Ti majtë të vërtetat brenda vetes, ato që në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Në rastin konkret po flasim për një ekip elit, i cili është shumë i rëndësishëm në kampionatin tonë shqiptar, i cili po përballet, nuk jam as tifoze, as nuk kam as një lidhje me ekipin e Tiranës, absolutisht jo. As me Vllaznin nuk jam, as me Partizanin, as Ignatian, i ndjek, i dua, sepse janë ekipet shqiptare, por tifoz Mirfield nuk bëj për asnjërin prej tyre. Si ka mundësi, Shkodrane s'bë tifozik për Shkodrën, tani se na bide tani. S'ka Shkodrane mos bëj për Vllaznin. Ajo që unë dua të them është që ndonjëherë po ndikojmë shumë në ekipet tona nëpërmjet opinioneve dhe diskutimeve që po bëhen në panele të ndryshme si rasti. Në momentin e duhur. Ne shohim Tiranën në një situatë shumë ndërlikuar, ka probleme me stafin, ka probleme me zhvillimin, po largohen lojtarët më të mirë, cilën po e diskutojmë edhe sot, po është e vërtet ka ato pikpyetjet e veta dhe gjithë shka. Ore s'ka si gjë, që po në tuaj tani. Ore nuk ka trajner, për lejme tani këto, tani të shaka. Nuk ka trajner, nuk ka lojtar, i ka ikur kapiteni, nuk ka asnjë. Nga vjeti ka ikur, shikojmë që. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i kam tu. Po dhe kanë tjerë. O Nikol tani. O Nikol. Ka po iku ne, kuptojmë. Po i ka niku me Nikol tani. Nëse këto... Po që ti bëjmë ne, bravo që ka nikur. Shumë mirë kam bërë që ka nikur. Dhe të vazhdojnë të japim zemër tani ekipit. Ne dumë që Tirana të jetë kampione. Partizani të jetë kampion, Vllaznia të jetë kampion, Vlora të jetë kampion. Që ja ka shkruar histori. Opinionet duhet jepen gjithmonë në kohën e... Kur t'i japim? Është e saktë që të flitet, por jo brutalisht në këtë mënyrë. Koha kur nuk kritikohej udhëheqja ka ikë. Po sa kohë ke që flet gjatë gjithë kohës për... Jo, jo, një pa e sportit e jemë, sa ka që është bërë një ndryshim nga rasti i parë në momentin që është emblema futbollit shqiptar nuk është lehtë. Po sa herë të ketë probleme do flas. Që kritikojnë që japin ndimet e tyre, flasin që Tirana të ngjitet atje ku ka emrin, atje ku është fanela Tiranës. Tirana është historia e futbollit shqiptar. Si me Shkodrën, e kupton? E bën këtë që e bën përpisë, mund të jetë lojë kjo, që Tirana të flej gjumë, Shkodra të fitoj kampionatin. Po jo, se sa se kishte me hile, nuk e kishte me hile. Ka ta vëme historikisht. Po është tifoz i Vllaznisë më kanë thënë mua është futbolli shqiptar që përfaqësohet. O lam që kanë parë Loro Boriçi me fanelën Vllaznisë së Shkodrës, le tani. Po mi më ka punë të vetë. Le tani thotë do që Vllaznia kampion. Për te asaj që thotë Vaza dhe ka drejt fakt se gjithmonë negativisht opinionet nganjëherë shkojnë drejt negativitetit gjithmonë. E fundosin fare. Ka një problem kur flitet për Tiranën që domethënë është mbyll një kampionat i vjetër që shpëtoi për pak. Nuk kishte rënë nga kategoria apo jo. Po. Është çfarë fjalë të mirë mund të thush për Tiranën këtë rast këtu. Mbaroi pra skandal. E kupton ti çfarë për tifozët e Tiranës ekipit shkoi tani në play-off me Pogratecin, vendi 5 në kategorisë parë. Shikojmë çik anglezët sepse e fiton me gjermanët, nuk ka Bovaki. Ua, fantastike. 3 luanët, U21. Mos e vjen is coming home edhe për të mbajnë. E ndjekit.